Një operacion i policisë së Sarandës ka zbuluar një rast të kultivimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike të kamufluar brenda një aktiviteti të ligjshëm. Në pranga kanë rënë 2 shtetas, Renato Makri, 51 vjeç, dhe Ilir Prenga, 22 vjeç, të 2 banues në Sarandë, të cilët dyshohet se ushtronin veprimtari të paligjshme në shpërndarjen e kanabisit. Sipas burimeve zyrtare, shërbimet policore identifikuan një lavazh automjetesh në rrugën Idriz Alidhima, i cili ishte përshtatur si bazë për këtë aktivitet kriminal. Gjatë kontrollit të ushtruar në kuadër të operacionit të koduar kamuflimi, në ambientet e brendshme u gjet dhe u sekuestrua rreth 1 kilogram lëndë narkotike cannabis sativa. Po ashtu, policia sekuestroi edhe materiale të tjera që shërbenin për ndarjen dhe ambalazhimin e drogës, përfshirë letër alumini, si dhe disa targa automjetesh e motomjetesh, të cilat dyshohet se mund të jenë përdorur për të fshehur gjurmët e aktivitetit të paligjshëm. Arrestimi i 2 të dyshuarve erdhi pas një pune të gjatë operative dhe hetimore të zhvilluar nga seksioni për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, i cili kishte mbledhur informacione mbi këtë veprimtari. Ndërkohë, dosja është referuar prokurorisë së Sarandës, e cila pritet të thellojë hetimet për të zbuluar nëse të arrestuarit kanë bashkëpunuar me persona të tjerë, sa kohë ka funksionuar kjo bazë dhe kush është pronari i vërtetë i lavazhit që shërbente si mbulesë për aktivitetin kriminal.